qiten para kuvendit nga kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, do të nisë në këto momente kuvendi kombëtar me një dokumentar që ka në fokus aktualitetin politik dhe zhvillimet politike në vend dhe problematikat dhe vështirësitë me të cilat janë përballur së fundmi qytetarë, por gjithashtu edhe opozita në tërësi. Ndiqim së bashku. Në mes të Tiranës jam Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar, terroristi I parë I këtyre trojave. Në fakt, jam një avatar I krijuar nga departamenti AI I Partisë Demokratike. Ndryshe nga avatari Ramës, Diella, që ka kushtuar 4 milion euro, unë kam kushtuar vetëm 100 euro. Edi Rama po I kushton shumë Shqipërisë. Që nga pushtimi otoman, askush nuk I ka kushtuar më shumë këtij vendi të bekuar. Në fund, më lejoni që t'i uroj punë të mbar kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Le të jetë kjo beslidhje jo vetëm e ripërtëritjes, por edhe e antivjedhjes.